Kryeministri Edi Rama mbylli dje në mbrëmje vizitën elektorale në Tibër me inaugurimin e rrugës Maqellar-Peshkopi, segmenti i fundit që përmbyll rrugën e Arbrit. I shoqëruar nga reperi Noizi, muzika e vallet, kryeministri Edi Rama i ka rënë edhe vetë daulles. Në një postim në rrjetet sociale, Rama shkruan ja edhe sapo përfunduara rruga Maqellar-Peshkopi, e cila e çon rrugën e Arbrit deri në qendër të qytetit dhe e mbyll me sukses këtë vepër. Sot kryetari i Partisë Socialiste Rama nga Gjirokastra u premtoi gjirokastritëve ndërtimin e aeroportit të Gjirokastrës. Deri në fund kësaj dekade, niveli ekonomisë vendore në këtë qark do të rritet në mënyrë të ndjeshme. Sepse nga një anë turizmi, nga ana tjetër zhvillimi i agroturizmit, nga ana tjetër agropërpunimi për cilin ne do vendosim mbështetje veçanta. Paketa e maleve, e cila është për gjitha malet, nuk është vetëm për veriun, do t'i japi një dorë shumë të mirë, sidomos zonave më të thella. Aeroporti i Gjirokastrës është një aeroport funksional për aktivitetet sportive, ka rezultuar që t'jetë pika më ideale për të bërë atë aeroportin turistik të jugut. Kemi marrë konsulencë ndërkombëtare, kanë parë të gjitha ato parametrat e korridorëve të ajrit e tjerë, dhe duke pasur tani këtë lidhjen e shkurtër dhe të shpejt midis Gjirokastrës dhe Bregdetit, rezulton nga ekspertiza ndërkombëtare që pika më ideale për të ndërtuar aeroportin është Gjirokastra. Koncepti i përgjithshëm është gati dhe kemi shumë besim që në Shqipërinë 2030 do të ketë fluturime që ulen dhe ngrihen nga aeroporti Gjirokastrës.